Banorët e rrugës 146 vazhdojnë të kenë problem me ujin e pishëm edhe në këto ditë të nxehta. Ata mundohen të gjejnë zgjidhje alternative, duke mbushur ujë për pastrim nga bunarët apo cisternat, ndërsa përpije mbushin ujë me shishe plastike ka çezmat e qytetit. Qytetarët thonë se për këtë problem gati 30 vjeçar vazhdimisht ka pasur premtime. Megjithatë, situata me ujin e pishëm mbetet akoma e pasgjidhur. Lagja Bregu i Diellit nuk ka ujë të pishëm. Shfrytëzojnë ujë prej bunareve, prej cisternave, mbushin me shishe e qështu. Kjo situata është tash 25 vjetë sa janë në qëtë. Thonë se punojnë në altë atje, janë duke përpjekur të furnizojnë lagje me ujë të pishëm. Premtime kemi tani 25 vjetë. Na kanë rrejt vazhdimisht gjitha strukturat. Shpresojmë ma se që struktura e fundit më dhe zgjidh problemin e banorëve të lagjës Bregu i Diellit. S'kemi kajnak, gjithë bëjmë, shumë dobet. Për ta hiq me kajnak e mirë me lofka gjenerali, uti i keqë me asi për loke me keqë. Katastrofë. Mbushim të Tarabati, mbushim të... S'ka ujme problem, hiq. Kemi zhilahe. Thonë se kënë jam i të panamu, ku e di, pas të nuk e di. Mendojmë ma kur njëherë hiq, kur njëherë hiq. Kitë rena. Kitë rena. Me rena kitë 31 vetë. 31 vetë me burë jam të bajtë, ma ta me këtë anë. Qëje, me kova lahë, me bare madhe, gjënoj madhe. Ujë turbën kemi, 1 orë ka, 10 orë nuk ka. Po temperatura ma para mendohet, po kemi shpresa se dhe të me selin, po në kanë premtu, po a dhe bëhat, a nuk dhe bëhat. Nuk e të. Kanë fillu, po tani a dhe ta vazhdojnë, a nuk dhe ta vazhdojnë, premtimin e kanë dhonë se dhe ta selin. Kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami theksoi se për shkak të terrenit të vështirë nuk mund të punohet intensivisht. Megjithatë, ai premtoi se projekti për ujin e pishëm deri në Vjeshtë do të jetë i përfunduar. Po punohet intensivisht lartë, për momentin komunë Tetovës janë dikun mbi 5 projekte cilat janë duke u realizuar. Nuk bëjmë kampanjë në këto situata, por nëse doni mund dalim bashkë edhe të inspektojmë punimet atje që bëjnë. Është terreni shumë i papërshtatshëm dhe nuk ecin punët ashtu si të shirojmë ne, por për momentin kur po flasim ka punime në terren dhe unë besoj që shpejt edhe ki ujësjellës do t'jetë në funksion të qytetarëve të lagjës 146. Banorët e lagjës 146, e cila ndodhet mbi Arabati Babateqen, vazhdimisht kanë pasur ankesa për mungesën e ujit. Kjo lagje numëron afërsisht 600 shtëpi, ndërsa aty jetojnë rreth 2000 banor. Pjesa më e madhe e lagjes është zgjeruar pas vitit 2002, kur edhe kanë nisur ndërtimet në pjesën e epërme të lagjes, e cila ndryshe njihet si rruga e UÇK-s.